Populli Perëndis Emanuel. Emanuel. Dhe kur Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundra nesh? Kur Perëndia është me një familje, kush mund të jetë kundra asaj familje? Kur Perëndia është me një popull, kush mund të jetë kundra atij populli? Askush. Ejani dhe përjetoni diçka të vërtet. Nuk është thjesht një takim. Është një takim me Zotin e gjallë. Ejani të adhurojmë së bashku, të dëgjojmë një fjalë të freskët nga qielli, të marrim prekje nga fryma e shenjtë. Nuk është rastësi që e dëgjon këtë mesazh. Zoti po të thoret, mos e humb mundësinë. Na u bashko këtë të diel. Ne po të presim me dashuri dhe gëzim. Dhe Zoti ka përgatitur diçka të veçantë për ty.